Vllaznia do të luajë të hënën duelin e rallës për kampionat me Elbasanin. Në prag të kësaj ndeshje mes fushori i vllaznisë Kristian Dros doli në konferencën e zakonshme për shtyp. Moldavi foli për eliminimin nga kupa, për dëmtimin e tij si dhe për faktin që me Elbasanin do të luftojnë vetëm për fitore. Nuk ishte diçka e mirë që u eliminuam nga kupa, por fokusi jonë është në ndeshjen e rallës ndaj Elbasanit dhe do të japim çdo gjë për të fituar dhe për të marrë 3 pikëshin. Na duhet fitoria pasi e kemi rival direkt Elbasanin. Ata do të luajnë në shtëpinë e tyre. Do të jetë një atmosferë e mirë, por fusha do të jetë njësoj për të dy ekipet. Tashmë kemi harruar eliminimin nga kupa dhe do të shikojmë vetëm për të ardhmen pozitivisht dhe për ndeshjen me Elbasanin. Duhet që të fitojmë ndeshjet e mbetura, ta tregojmë këtë më një lojë të mirë. Jam i lumtur që kemi një ekip të mirë dhe jemi në vendin e parë. Duhet të mendojmë për titullin kampion, që të shkojmë në rrugën e duhur. Nuk do të jemi lumtur me barazim, se shkojmë për fitore në çdo ndeshje. Jemi këtu për të mbajtur vendin e parë. Dros foli edhe për të ardhmen e tij, nëse do të jetë pjesë e vllaznisë edhe për sezonin e ardhshëm apo jo. Jam i lumtur që luaj këtu. Nuk jam mjaft i lumtur për dëmtimet gjatë këtij sezoni. Për të ardhmen do të flasim në fund. Pse jo, në qoftë se do të jemi dakord për kontratën si unë dhe klubi, pse mos të jem pjesë e vllaznisë përsëri. Sfida Elbasani Vllaznia do të luhet të hënën në orën 19.